lidhje me reformën që po diskutoni. Unë, duke qenë se kam punuar në pushtetin vendor, do ju këshilloja. Tu do këshilloja Maznikun, jo këtë zotrin që tha janë 40 kryetar në gjukat, se po t'jetë rezultati 5 me 5, kështu do jenë, ta do jenë, se ata 5 ka se si të venë, e ka me Maznikun. Të këshilloj që në lidhje me mbështetjen e fshatit dhe të fermerëve, të kjo reformë që do bet, të shikohen shumë, se si do mbështetet bujësia, ka mundësi të mbështeten fermerët, blektorët, të mbështeten si në shtetin fqinj, si në Kosovë, të lutem, në lidhje me kryetarët e fshatrave, se kam qenë dhe kryetar komune dhe në kryetar bashkie, kryetarët e fshatrave, ka mundësi të bëhen me pagesë, sepse ka një funksion shumë të madh në pushtetin vendor, të bëhen me pagë mujore. Është e mundur, se ka një rol shumë vendimtar kryetarët e fshatrave. Në lidhje me mbështetjen e fermerëve, dhe ne t'i mbështesim të paktën minimalisht si Kosova, fermerët, blektorët, se tani po kthehem nga fshati Matogjin, kam qenë në punë, kam parë kope me bakti në rrugë, ndërkohë në Kosovë po marrin 30.000 lek, 20.000 lek për një bakti, ne vazhdojmë me 12.000 lek. E kam me ty zoti Mazniku, se votoj për ty. Ta mbështesim blektorin sa të mundim. Pa këta të tjerët, lartë e më lartove, nuk diskutohet. Faleminderit.